Because they do need protection, but the European Union is paying for it. We're not paying anything for it, but we will send it. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se SBA-ja do dërgojë një numër raketash Patriot në Ukrainë dhe se Bashkimi Evropian do të paguajë për to. He talks nice and then he bombs everybody in the evening. Nuk kam rënë ende dakord për numrin se sa do të dërgojmë, por do të jenë disa sepse kanë nevojë për mbrojtje, por Bashkimi Evropian do të paguajë për to. Ne nuk do të paguajmë asgjë, por ne do t'ju dërgojmë. Do të jetë biznes për ne dhe do t'u dërgojmë atyre patriot për të cilët ata kanë nevojë urgjente, sepse Putin i habit shumë njerëz. Ai flet mirë dhe pastaj bombardon të gjithë në mbrëmje. Në fund të 50 ditëve, nëse nuk arrim një marrëveshje, do të jetë shumë keq. President Por çfarë është sistemi Patriot? Patriot është një sistem mbrojtës raketor tokë-ajër i lëvizshëm i zhvilluar nga Raytheon Technologies. Konsiderohet si një nga sistemet më të përparuara të mbrojtjes ajrore në arsenalin e SBA-s dhe ka qenë në shërbim që nga vitet 1980. Një bateri tipike përfshin sisteme radari dhe kontrolli, një njësi energjie, lëshues dhe automjete mbështetëse. Sistemi mund të kapë avion, raketa balistike taktike dhe raketa lundrimi në varësi të interceptore CR1. Radari i sistemit ka një rrezë veprimi prej mbi 150 kilometrash, tha NATO në vitin 2015. Edhe pse sistemi Patriot nuk ishte projektuar fillimisht për të interceptuar armë hipersonike e Raytheon dhe ende nuk e ka konfirmuar nëse është në gjendje ta bëjë këtë, në maj të vitit 2023, SBA-ja konfirmoi se Ukraina e kishte përdorur atë për të rrëzuar një raketë ruse Kinzhal, të cilën Moska shprehet se është hipersonike. Që nga janari i vitit 2015, raketa Patriot ka kapur më shumë se 150 raketa balistike në operacione luftarake, thotë Raytheon në faqen e saj të internetit. Raytheon ka ndërtuar dhe dorëzuar mbi 240 njësi zjarri Patriot. Këto janë dërguar në 19 vende duke përfshirë SBA-n, Gjermaninë, Polonin, Ukrainën, Japoninë, Katarin, Arabinë Saudite dhe Egjiptin. Në janar u raportua se SBA-ja kishte transferuar rreth 90 interceptor Patriot nga Izraeli në Ukrainë. Një bateri e vetme Patriot e prodhuar rishtezi kushton mbi $1 miliard, duke përfshirë $400 milion për sistemin dhe $690 milion për raketat në një bateri, sipas Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare. Interceptorët Patriot vlerësohen në rreth $4 milion për raketë, njofton Reuters. Kievi u ka kërkuar vazhdimisht aleatëve perëndimor më shumë mbrojtje ajrore, por infrastrukturën kritike dhe zonat civile nga sulmet e shpeshta ruse me raketa dhe dron. Ndërsa janë efektiv në kapjen e raketave dhe avionëve, sistemet Patriot janë një mënyrë e kushtueshme për të rrëzuar dron me buxhet të ulët. Megjithatë, zyrtarët Ukrainas thonë se janë thelbësor për të mbrojtur objektivat kyçe nga sulmet në rritje me rrezet e gjatë veprimit të Rusisë. Rusia thotë se i sheh sistemet Patriot si një përshkallëzim të drejtë për drejtë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme në Rusi, Maria Zakharova, tha në maj se furnizimi me më shumë sisteme Patriot për Ukrainën do të vënonte shanset për paqe.